Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kandidati për kryetari i komunës së Çajirit, Bujar Osmani, akuzon pushtetin për shantazh politik votuesve me kërkesat për legalizim. Në kuadër të fushatës zgjedhore, Osmani premtoi që nëse bëhet kryetar brenda 6 muajve, aty ku ka bazë ligjore nuk do të mbetet asnjë lëndë pas zgjidhur. Diku 13.000 kërkesa ka pasur në Çajir. Shumë prej këtyre dosjeve nuk janë zgjidhur. Mbahen në përfjoka, edhe rruhen për zgjedhje edhe kushtohen qytetarë. Nëse na jepni votat, do ua legalizojmë shtëpitë. Edhe unë këtë thash, këtë do e ndalim prej ditës parë. Për 6 muaj, aty ku ka bazë ligjore, nuk do ketë më asnjë dosje. Nuk guxojmë ne t'i kushtojmë qytetarët me punë për cilët kemi detyrim ndaj tyre. Deklaroi Bujar Osmani, kandidati i AKI-s për Çajirin. Kandidati i koalicionit qeverisës vlen për kryetar të komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, në kuadër fushatës zgjedhore, ofroi platformën për përmirësimin e kushteve në arsimin fillor me thekse veçantë tek barazia sociale, siguria dhe mbështetja për familjet. Mexhiti premtoi uniforma për nxënësit të financuara plotësisht nga buxheti i komunës së Çajirit, ndërsa do të mbështeten edhe nxënësit që vijnë nga familje me përkraje sociale. Komuna e Çajirit do të mbulojë shujtat ditore për të gjithë nxënësit që vijnë nga familjet që përfitojnë mbështetje përmes ndihmës sociale. Askush nuk do të mbetet pas. Çdo familje do të ketë kushte të denja për të mësuar, për të ushqyer dhe për të rritur me dinjitet. Në të njëjtën kohë do të forcojmë sigurinë në shkolla me masa të reja fizike dhe teknologjike, në bashkëpunim të ngushtë me institucionet arsimore dhe prindërit, sepse çdo prind duhet të jetë i qetë që fëmia i tij është i sigurt në shkollë. Ky është Çajiri që po ndërtojmë. Çajiri i barazisë, kujdesit dhe solidaritet. Ishte Izet Mexhiti, kandidati i vlen për Çajirin. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkimi Evropian përshëndeti mbarvajtjen e procesit zgjedhor në Kosovë. Një zëdhënës i Unionit apeloi që përfituesit në raundin e parë të ketë një certifikim dhe zbatim të shpejtë të rezultateve të zgjedhjeve përmes një tradicioni të rregullt të qeverisjes lokale. Për komunat e tjera ku do të mbahen zgjedhjet e balotazhit për kryetar bashkie, ne bëjmë thirrje për një zhvillim po aq paqësor, konkurrues dhe gjithë përfshirës më 9 nëntor, porositi zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i bashkoi thirrjeve të organizatorëve për një tubim mbarkombëtar në Tiranë me qëllim kërkesën për drejtësi për krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në gjykatën e Hagës. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama thekson rëndësinë e pjesëmarrjes masive. Me kënaqësi dhe i nderuar tu bindem organizatorëve për ta postuar këtë ftesë thirrje. Liria ka emër, nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, diaspora e çdo cepi trojeve shqiptare. Mira zemra do të bashkohen këtë të premte më 17 tetor ora 17 për të kërkuar një zëri, drejtësi për çlirimtarët, shkruan kryeministri i Shqipërisë. Opozita në Serbi kërkon nga Bashkimi Evropian të dënojë shtypjen e protestave nga pushteti. 4 parti politike europiane në Serbi i bën thirrje presidentes së Komisionit Evropian që të dënojë shtypjen e protestave të opozitës dhe studentëve në Serbi. Partia Demokratike Europiane, Partia e Gjelbër Europiane, Partia e Socialistëve Europian dhe Aleanca e Liberalëve dhe Demokratëve për Europën i kërkuan Brukselit të qëndrojë në anën e tyre që mbrojnë demokracinë në Serbi dhe të mbështesë thirrjet e studentëve dhe opozitës për zgjedhjet parakohshme. Turneu ballkanik i von der Leyen, pjesë e përpjekjeve të saj para samitit për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe stabilitetin rajonal, përfshin ndalesa në disa kryeqytete të Ballkanit Perëndimor, përfshirë dhe Beogradin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.